Top Media u mblodh në festën e përvitshme në ditën përkujtimore të themeluesit Dritan Hoxha. Në fjalën e mirëseardhjes, drejtuesja e kompanisë, Lori Hoxha, foli për vizionin e saj për grupin mediatik. Këtë festë e nisi Mat, themeluesi që sot do të festonte 57 vjetorin e tij. Ai nuk ndërtoi vetëm një kompani, ndërtoi një besim se edhe në një vend të vogël me pak burime, por me shumë zemër, mund të krijojmë diçka që prek çdo shtëpi, çdo familje, dhe ne e bëm. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje, është një moment falënderimi për sa larg kemi ardhur, për sa shumë kemi ndërtuar dhe për forcën që na mban bashk. Në momentet më të vështira e ndjej pranë, jo si kujtim, por si forcë. Fryma e tij është e pranishme në çdo vendim që marr, në çdo rrezik që guxoj dhe në çdo fitore që ndjej. Mot heqente, ajo është forca që nuk më lë të ndalem, është zëri që nuk më lejon të dorëzohem, dhe përsa kohë kjo frymë është gjallë brenda meje, kjo histori nuk do të ndalet kurrë, u shpreh Lori Hoxha. Lori Hoxha shpreu mirënjohjen për skuadrën e Top Medias që punon me pasion dhe profesionalizëm, duke vazhduar me hapa përparimtar në përgjigje të sfidave të kohës. Sonte dua të flas për diçka që të gjithë e ndjejmë, mënyrën se si ka ndryshuar televizioni. Jetojmë në një botë ku vëmendja është coptuar, ekranet janë shumë fishuar, por kuptimi është rralluar. Kur të tjerët thonë se televizioni ka mbaruar, ne ju tregojmë se është gjallë. Kur të tjerët kërkojnë klikime, ne kërkojmë lidhje. Kur të tjerët kujtojnë se magjia është dukur, ne ju kujtojmë se si bëhet. Por është e sigurt që nuk mund të ketë një top channel të fortë pa digital, i cili do të zhvillohet më tej me një frymë inovatore. Lori Hoxha ndau objektivin e sezonit të ri të Top Medias, ku e kaluara do të takohet me të ardhmen. Kur je ndërtuar mbi vlera të vërteta, asnjë stuhi nuk të shemb, vetëm të provon. Digital ka parë konkurrencë, dyshime, por asnjëherë rënje, sepse në fund është shtëpia e çdo shqiptari, pjesë e kujtesës sonë kolektive, e identitetit tonë kombëtar. Tani është koha të rifitoj peshën që meriton, jo me fjalë, por me veprim. Jo me nostalgji, po për të ardhmen. Këtë vit çdo energji dhe vendim strategjik ka shkuar drejt forcimit të pronësisë, qartësisë dhe drejtimit të digital, sepse kjo nuk është thjesht një kompani për ne, është baza që mban gjallë grupin. Ky është viti kur grupi ynë forcohet si një i vetëm, ku e tashmja dhe ardhmja takohen. 16 tetori është kthyer në një simbol të vazhdimësisë, të rritjes dhe ndikimit që Top Media ka ndërtuar ndër vite, duke mbetur një pikë referimi për informacionin, debatin dhe argëtimin në vend.